Ambasadori i Sudanit në BE ka paralajmëruar se armët e prodhuara në Europë po përfundojnë në fushat e betejës në vendin afrikan dhe po nxisin mizorit në luftën civile dyvjeçare. Abdelbaki Kaber u ka bërë thirrje vendeve të BE-s të ndalojnë shitjen e armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat një panel i Kombeve të Bashkuara jetoi këtë vit për akuzat se po mbështesin një ushtri famkeqe rebele në konfliktin sudanez. Sudani është katëruar nga një luftë midis forcave të armatosura sudaneze të qeverisë në Khartoum dhe forcave të mbështetjes së shpejtë, një grup paraushtarak i akuzuar nga grupi të drejtave të njeriut dhe ekspertët e Kombeve të Bashkuara për masakra etnike, zhvendosje masive dhe dhunë sistematike seksuale. OKB-ja e cilëson krizën humanitare si ndër më të mëdhat në botë, me 10 mijëra të vrarë që nga viti 2023 dhe rreth 25 milion që përballen me uri ekstreme. Ekspertët e OKB-s kanë hetuar rolin e Emirateve të Bashkuara Arabe në furnizimin me armë të RSF-s, akuza që Abu Dhabi i ka mohuar. Një hetim i gjerë i France 24 në muajin prill çormoi municionet e prodhuara në Bullgari, një antare e BE-s, me një industri armësh në lulëzim që nga shitja e tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe në duart e luftëtarëve të RSF, pavarësisht embargos së armëve të bllokut ndaj Sudanit. Kaber tha se BE është e detyruar të sigurojë që armët e saj të mos rieksportohen në zona luftes si Sudani. Bullgaria u konfirmoi hetuesve të OKB-s se kishte eksportuar fishek mortajash në Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2019, por tha se nuk autorizonte asnjëri eksportim në Sudan. Ministria e Jashtme bullgare nuk u përgjigj kërkesës së Politico për koment. Qeveria britanike pranoi gjithashtu muajin e kaluar se pajisje ushtarake të prodhuara në Mbretërinë e Bashkuar janë zbuluar në Sudan, ndërsa grupi të drejtave të njeriut Amnesty International nëntorin e kaluar theksoi rastet e dyshuara në të cilat luftëtarët e RSF përdorën automjete të blinduara të prodhuara në Emiratet e Bashkuara Arabe që përmbanin sisteme ushtarake franceze. Pas raportit të Amnesty International, firma franceze e mbrojtjes Lacroix, e cila prodhoi sistemet së bashku me KNDS France, tha se konfirmon se furnizoi forcat armatosura të Emirateve të Bashkuara Arabe me sisteme vetëmbrojtëse Galix, duke përdorur kundërmasa maskimi me bazë tymi. Kompania shtoi se bëri këtë në përputhje të rrept me licencat e eksportit të dhëna Lacroix dhe certifikatat përkatëse të mos rieksportimit. Emiratet e Bashkuara Arabe porositën armë me vlerë më shumë se 21 miliardë euro nga Franca midis viteve 2015 dhe 2024, duke renditur vendin ndër blerësit kryesor të armëve franceze, sipas një raporti qeveritar të publikuar më parë këtë vit. Një zyrtar i qeverisë Emirateve të Bashkuara Arabe tha se Abu Dhabi hedh poshtë kategorikisht çdo pretendim për ofrimin e ndonjë forme mbështetjeje për secilën palë ndër luftuese që nga fillimi i luftës civile, duke shtuar se dënon mizëritë e kryera nga të dyja palët në konflikt. Si SAF, ashtu edhe RSF janë akuzuar nga OKB-ja dhe organizatat e të drejtave të njeriut për abuzime të rënda, duke përfshirë vrasje masive të civilëve, tortura dhe dhunë seksuale. Luftëtarët e RSF u akuzuan për masakrimin e antarëve të grupit etnik Masali në Darfur vitin e kaluar, duke vrarë mijëra dhe duke detyruar 10 mijëra të tjerë të largoheshin. Ndërkohë sulmet ajrore të SAF janë fajsuar për viktima civile në zonat urbane me popullsi të dendur.